Kampion këtë vit? Me tregu drejt, objektivi kryesor dhe Real ka qenë dola në Europë. Mirë po, kur e kemi po vetën në periudhën e dimrit, kemi qenë kogja ofër dhe në pranverë, në ndeshjen e parë, kur e mposhtëm edhe Ballkanin, kemi qenë mandej shumë ofër dy liderëve Ballkanit edhe Dritës, normalisht me këto pak të rritin ambicjet, po në sport është mirë me menaxhu edhe këtë pjesë, sepse ka njerë kur të rritën ambicjet, kjo din me qenë edhe rrezikshme. Mirë po, neve na ka karakterizu edhe një fat tjetër, kemi pas në kogja shumë blendime. Një pjesë të madhe të kampionatit kemi luajtur pas Ulmusin kryesor me Vlanin që është kthy shumë vonë. Këto lendimet nuk janë arsyetime. Lendimet kanë pasur Drita, po është fal kampion. Po nështë na nuk e kemi edhe fundin e Dritës, që ka Drita. Po të Malisheva përveç ka kualitet, normalisht nuk diskutohet. Po Malisheva është nështë klubi, s'po themi vetmi, po prej klubeve të ralla që jep kogja shumë hapësim për futbollistat e ri, kemi disa futbollistat të ri që po rriten aty. E disa që janë kogja të ri që në gjeneratës tonë 19 edhe po marrin minuta, që ishte sot rasti i sopajt. Më lidh që tem pak nëse ka mundësi trajner se më pse i kam përcjellur në 19 që do të përgëzu trajnerin Kushtin Krasniqi. Shka më ka pëlqyer një qendër mbrojtës. A ke Dren Shola nëse s'gaboj Dren Shola, po qendër mbrojtës një joli jashtëzakonshëm, edhe U17 i kam përcjell. Edhe Omar Zoga ishte një dynim me sfushori jashtëzakonshëm, kështu që e kishin edhe se do të ekipet që kanë strategji do të më përgëzu për gjenatat e reja. Janë Sopa, janë Krezi, Iliri Rexha, Rumin e mirë, domosdoshmë janë disa futbollista që ai qendërmbrojtës